Miqtë e mi, përshëndetje. Ju flas nga rruga Aleksandër Marteli në Tiranë. Është shtruar 2 vite më parë, më eksaktësisht 2 javë para se sa të nisnin zgjedhjet e 2023-shit. 2 vite më pas, rruga është bërë me gropa. Aso kohë e rrugës ju hodh vetëm një shtresë asfalti rreth 5-6 cm. Nuk u bën asnjë lloj punimi pra nën toksor, shimbledhsa, kanalizime ujëra të zeza apo ujëra të bardha, asgjë. Thjesht u skarifikua rruga e vjetër që ishte bërë për i bret si thot populli dhe u hodh 5 cm asfalt. Pa kaluar 6 muajt e parë, rruga u qa, filloi plasën ujërat nga poshtë dhe çfarë bëri bashkia? Erdhi, e hapi kanalin dhe e la kështu. Me një fjalë, bashkia nuk e riparoi asfaltin, por e la në këtë gjendje. Do t'ju tregoj edhe të çarat e tjera që ka ky asfalt i hedhur 2 vite më parë dhe që sikundër thash është bërë me gropa, sepse kjo rrugë ushtrua sa për sy e faqe, ushtrua thjesht dhe vetëm për të marrë votat në prag të zgjedhjeve vendore. Makinerit që erdhën nuk kishin lidhje me punëtorët, pra punëtorët ishin të një kompanie, makinerit të një kompanie tjetër, ndërkohë zgjidhja sot për çdo defekt në këtë rrugë, që janë të shumta, çdo muaj ka defekte, është kjo. Hidhet çaku, hapet kanal dhe hidhet çaku. Pra, ka dhe dëmtime tjera në rrugë, të cilat do t'ju tregoj. Ndërkohë ujërat këtu rrjedhin vazhdimisht sepse janë të dëmtuara kanalizimet. E pra, kjo është rruga Aleksandër Marteli, njësia numër 1 Tiranë. Është rrugë në bashkinë e Tiranës, jo në fshat.